Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Sot më 14 mars, shqiptarët festojnë ditën e verës. Në kohët para romake, viti i ri fillonte nga dalja e luleve të para në mars. Sipas kalendarit julian, dita e verës festohej më 1 mars, kur Papa Gregori XIII shpalli kalendarin gregorian në vitin 1582. Koha ndryshoi dhe kjo ditë u zhvendos më 14 mars. Dita e verës e ka zanafillën në kohët pagane, kur njerëzit adhuronin diellin. 1489, mbretëresha e Qipros, Catherine Cornaro, ja shet mbretërinë e saj Venedikut. 1647, fundi i luftës 30 vjeçare, Bavaria, Kölni, Franca dhe Suedia nënshkruajnë armëpushimin në Ulm. 1903, Traktati Hej-Heran, duke dhënë Shteteve të Bashkuara të drejtën për ndërtuar kanalin e Panamas, është ratifikuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1912, Itali, mbreti Vittorio Emanuele III, plagoset gjatë një atentati. 1913, John D. Rockefeller i jep $100 milion për fondacionin Rockefeller. 1914, Serbia dhe Turqia nënshkruajnë traktat paqeje. 1923, Gjykata e Lartë Gjermane delegjitimon partinë naziste. 1923, presidenti Warren G. Harding bëhet i pari president amerikan që paguan taksa mbi të ardhurat personale. 1939, u lind në Eminas, Agim Faja, ka qenë piktor, ilustrator, dizajn grafist dhe autor librash. 1941, pushtuesit nazistë të Holandës u heqin hebrejve të drejtën e çdo lloji pronësie. 1942, Orvan Hess dhe John Bumstead u bën të parët në Shtetet e Bashkuara me sukses që trajtuan një paciente, Ann Miller, duke përdorur penicilinën. Penicilina u zbulua në vitin 1928 nga Alexander Fleming. 1950, në SBA, FBI-a fillon programin 10 më të kërkuarit. 1961, rrjeti i gabuar i armëve bërthamore të USAF Broken Arrow, i mbajtur në një avion B-52, përplaset afër qytetit Juba. Ekuipazhi u zhvendos, ndërsa avioni shpërtheu dhe 4 armë bërthamore u lëshuan. 1964, në Dallas, Texas, Jack Ruby dënohet me vdekje për vrasjen e Lee Harvey Oswald, vrasi presidentit Kennedy. 1965, kabineti izraelit miraton vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Gjermaninë Perëndimore. 1968, televizioni amerikan CBS pezullon reklamat papagesë për radion Evropa e Lirë për shkak se ajo nuk e bënte të qartë se sponsorizohej nga CIA. 1971, grupi muzikor Rolling Stones largohet nga Anglia për në Francë për të shmangur pagimin e taksave. 1978, forcat e mbrojtjes së Izraelit sulmojnë dhe pushtojnë Libanin e Jugut në operacionin Litani. Konflikti rezultoi në vdekjen e 1100 deri në 2000 libanezëve dhe palestinezëve. 1982, qeveria e Afrikës së Jugut bombardon selinë e Kongresit Kombëtar Afrikan në Londër. Zyrat në Londër të Kongresit Kombëtar Afrikan u shkatruan nga një bombë 12 kg, e cila shpërtheu kundër murit të pasëm në 9 të mëngjesit. 1992, gazeta sovjetike Pravda pezullon publikimin për herë të parë në 80 vjet. Pravda u bë organi i Partisë Komuniste Sovjetike dhe më pas gazeta kryesore e Partisë Komuniste të Federatës Ruse. 1994, bankieri meksikan, miliarderi Alfredo Harpa Elu rrëmbehet. Për lirimin e tij familja Harpa pagoi $30 milion. 1996, presidenti amerikan Bill Clinton angazhohet në një marrëveshje për $100 milion me Izraelin për të gjetur dhe kapur terroristët. 1998, një tërmet 6.9 ball godet Iranin jugor. 2004, Vladimir Putin rizgjidhet presidenti i Rusisë. 2008, në Tibet, ushtria e Republikës Popullore të Kinës qëllon mbi murgjit demonstrues, dhjetra të vdekur. 2012, autobusi i një grupi shkollor belg që kthehet nga një udhëtim arsimor në Zvicër u mbet kontrollin duke shkaktuar një aksident, 28 vdekje mes mësuesve dhe fëmijëve. 2018, ndron jetë në moshën 76 vjeçare Stephen Hawking. Hawking ishte një fizikan teorik anglez, kozmolog dhe autor që ishte drejtori i kërkimit në Qendrën për Kozmologjinë Teorike në Universitetin e Cambridge-it në kohën e vdekjes së tij.